Po, ndërsa të ndalemi pak edhe tek çështja e imunitetit. Pse bie imuniteti gjithmonë edhe më shumë po them ashtu gjatësinë së verës? Për arsye se imuniteti bie sepse rritet aktiviteti. Normalisht që ne gjatë dimrit jemi pak më të mobilizuar. Aktiviteti zvoglohet, jemi më të izoluar në një farë mënyrë, gjithmonë mundohemi që të ikë sepse jashtë temperaturat janë të ulta. Ndërsa verës neve çlirohemi në një farë mënyrë dhe fillojnë pushqimet, fillojnë udhëtimet, fillojnë aktivitetet fëmijëve, dalja e fëmijëve për të lozur jashtë. Gjitha këto bëjnë që me rritje e aktivitetit bjen imuniteti, për arsye se organizmi shpenzon më shumë, organizmi harxhon më tepër dhe normalisht që sistemi imunitar me daljen ose me rritjen, me shtimin e frekuentimit të ambienteve ku mund të infektohemi, predispozita ose ekspozita ndaj virusit bën që organizmi gjithmonë shpenzojë dhe imuniteti të jetë pak më i cënuar. Në një farë mënyrë bën lodhjet, shpenzimi, humbja e lëndës, dehidrimi, sepse lojra të ndryshme bën që të humbim lëndë, të gjerësitë më tepër dhe normalisht këto për organizmin gjitha janë një farë stresi për imunitetin.